Reperi Mosdi ka përgatitur se biznesi i tij ka qenë cak i një sulmi për të cilin thotë se është kryer nga një grup personazh që i ka cilësuar si band nga Franca. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka deklaruar se garazhi i tij është sulmuar me benzinë, ndërsa disa automjete janë dëmtuar si pasojë e incidentit. Rasti është bërë publik nga vetë artisti në Instagram, ndërsa nuk dihen ende detaje zyrtare lidhur me ngjarjen apo reagimin e autoriteteve. Gjatë ditëve të fundit, garazhi i Joni veturave në Zvicër ka qenë cak i një sulmi të rënd nga disa persona që dyshohet të jenë pjesë e një bande nga Franca. Si pasojë janë ndjekur disa vetura me benzinë dhe janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Me këtë rast, duhet të njoftojë edhe një kostisht, t'i paralajmërojë të gjithë shqiptarët që kanë garazhe apo biznese të ngjashme, të kenë kujdes të shtuar dhe të rrisin masat e sigurisë. Faleminderit shumë për përkrahjen dhe solidaritetin tuaj. Besoj fuqishëm në drejtësinë zvicerane dhe jam i bindur që personat përgjegjës do të dalin para drejtësisë, shkruaj Mozik në profilin e tij në Instagram, duke qetësuar fansat e tij. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.